Këta komshinj këtu në komunitet besoj të kërkojnë të gjithë ndihmë për të marrë shërbimin e aziatikëve që t'i kenë këtu për punët e shtëpisë, për pastrimin, për babysitting, për rritjen e fëmijëve apo jo? Po, është e vërtet. Në fakt, sapo dalim me Filipinasen ton të çunit dadon ton, të gjithë më pyesin ku e ke marrë se kam nevojë edhe unë. Edhe menjëherë i them që kam agjensinë time. Cili është koncepti i live-in? Do të thënë kur ata jetojnë 24 orë në shtëpi dhe punës që kanë në kontratë, sa orë në dispozicion duhet jenë, apo duke qenë live-in në shtëpi ata janë gjithmonë në dispozicion? Ata e kanë në kontratë 10 orë në ditë për 6 ditë të javës. Live-in ka shumë të mira për ne, sepse ato janë shumë të gjendshme nëse shikojnë që fëmia ka nevojë ose nëse ti ke dëshirë të dalësh në darkë, të hash një darkë me bashkëshortin, ajo gjithmonë aty të ndihmojë. Edhe këto janë të mira dhe benefitet që ka live-in. Do më thënë, Real Recruitment Agency është pika e referimit në qoftë se duam që të kemi një zgjidhje definitive për njerëzit që na shërbejnë. Si a dole ti që në botën e madhe, në Gjermani, në një nga fuqitë më dhaja të botës, ekonomike dhe sociale, t'ja dalësh dhe pastaj të mendosh vërtet si një global citizen, si një qytetare globale dhe të kesh bizneset e tua të shpërndara në gjithë botën. Dhe biznesin tim të parë kam hapur 28 vjeç në Gjermani, ishte një vend i panjohur, nuk është e thjeshtë të bësh biznes atje. Këtu jam në vendin tim brenda 24 orësh mund të zgjidh shumë gjëra. Dhe sot që kompania po bën 5 vite, mund të them që është konsoliduar aq mirë sa mua më jep komoditetin që të jetoj në Shqipëri apo në një shtet tjetër dhe puna ime të vazhdojë njësoj. Kështu mund t'i them që çdo i ri, qoftë ai në qytet apo në fshat, investo tek vetja. Vitet e para mos e ki fokusin tek paraja. Realisht e kam bërë këtë gjë Alketa. Nuk e kam patur fokusin tek paraja, e kam pat fokusin të bëja diçka që më jepte kënaqësi, diçka që mua më pëlqente dhe më tërhiqte dhe më motivonte.